Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli. Sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Blerina Rukën, një zë i rëndësishëm i midis të komunikimit dhe kulturës shqiptare në Montreal, një bisedë për punën, kulturën dhe suksesin. Blerina, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po jemi shumë afër vetëm e kalon kufirin edhe je këtu. Si keni kaluar sot? Faleminderit, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, por edhe për mundësinë për që jam pjesë e kësaj interviste, vërtet edhe nuk kemi larg, por le të shërbej kjo intervistë për që më afër dhe për të njohur më tepër histori dhe iniciativa që besoj se i meritojnë të dëgjohen. Blerina, si do ta përshkruani rrugtimin tuaj në Montreal? Rrugëtimi im në fakt ka qenë një rrugëtim rindërtimi dhe zhvillimi profesional. Unë kam ardhur me një formim dhe me përvojë në komunikim, por Kanadaja më ka dhënë mundësinë të zhvilloj këtë profil në një tjetër dimension, duke orientuar gjithnjë më shumë drejt medias, komunikimit, por edhe marketimit digital. Sot puna ime është e lidhur kushtisht me Albino Montreal Press, me Human Magazine, por dhe The Artiste Foundation, që mbeten 3 shtylla të rrugtimit tim në komunikim, jo vetëm si angazhime komunitare. Nëse njëra lidhet me gazetarinë dhe diasporën, tjetra me median kanadeze dhe storytelling, sot angazhimi im profesional tek fondacioni dhe artistet institucional, marrëdhëniet me publikun, por edhe përfaqësimin e një komuniteti në një nivel pak më gjerë. Përmendet fondacionin artistik. Çfarë është artistike dhe misioni juaj, si mirëpritet nga komuniteti artistik dhe ne tregoni pak për projektin 25-25 dhe si lindi kjo? The Artiste Foundation është një fondacion kanadez i krijuar me një vizion që sheh artin jo vetëm si formë shprehjeje, por edhe si një mjet për të treguar histori, për të krijuar dialog dhe për të sjellë njëkohësisht ndryshimin. Në qendër të misionit janë arti, storytelling, përfaqësimi dhe fuqizimi i zërave që jo gjithmonë kanë patur hapësirën e duhur për të dëgjuar. Një fokus i rëndësishëm i punës tonë mbi të gjinja jonë janë gratë, janë emigrantët, por janë edhe refugjatët. Por artiste është një platformë gjithëpërfshirëse dhe puna jonë si ekip shkon për të një komuniteti të vetëm. Siç thatë edhe ju, do t'ju sjell në vëmendje aktivitetin ose eventin e muajit mars, të cilën do ta përkufizojë një sukses jo vetëm të një momenti të vetëm, por mbetet padyshim më ka emocionuar, por dhe më ka bërë krenare, siç thatë ju 25 në 25. Do të sjell në vëmendje eventin e marsit të këtij viti, siç thatë edhe ju, dhe nuk do ta përkufizoja si një sukses të vetëm, por padyshim si nga përvoja që edhe mua personalisht më ka emocionuar. 25 në 25, i mbajtur në Parlamentin e Kanadas në Ottawa, ka qenë një projekt i Artiste Foundation i konceptualizuar në drejtimin e Arta Regjepit. Ky fondacion ka një element shumë të rëndësishëm, siç ishte edhe bashkëpunimi institucional që Arta Regjepi arriti të ndërtonte me deputetin kanadez Kyle Sibek, kryetar njëkohësisht i grupit parlamentar të Miqësisë Kanada-Shqipëri. Ai e mbështeti këtë iniciativë dhe bëri të mundur që projekti të gjente hapësirën e tij në Parlamentin e Kanadas. Për tek këtij roli institucional, Kyle Sibek ka një lidhje të veçantë personale me komunitetin tonë përmes bashkëshortes së tij, e cila është me origjinë shqiptare nga Kosova. Kjo e bën sigurisht edhe më të afërt historinë, kulturën dhe përvojën e shqiptarëve të Kosovës në Kanada, po të afërt edhe me të. Kështu që takimi i vizionit të Arta Regjepit me mbështetjen e tij institucionale ishte njëri nga elementet që e bëri të mundur realizimin e kësaj mbrëmje në një hapësirë të jetë simbolike. Dhe kjo ishte një nga vlerat më të mëdha që mori dhe 25 në 25, e cila nuk ishte thjesht një event i organizuar nga komuniteti për komunitetin, por një urë mes diasporës shqiptare dhe institucioneve kanadeze, ku historia jonë jo vetëm u dëgjua, por u respektua dhe u nderua në nivel federal. Për fatin tim, unë pata privilegjen të jem pjesë e bordit të fondacionit dhe njëkohësisht të drejtoj mbrëmjen si moderatore. Për mua të qëndroja në atë skenë, të isha pjesë e përcjelljes së këtyre historive, ishte një përgjegjësi, por edhe një emocion sigurisht i veçantë. Një rol thelbësor në realizimin dhe dimensionin artistik të mbrëmjes pati Komiteti i Artit dhe profesionistë të fushave të ndryshme. Unë doja të listoj disa prej emrave të cilët ne i patëm pjesë të ekipit për zhvillimin sa më profesional të këtij eventi. Besoj se ju jeni familjar me emrin Ramazan Kollezi, i cili ishte Performing Art Director. Ne patëm gjithashtu pjesë të ekipit dirigentin Bujar Llapaj,
Kishin përgjegjëse për vocal art Tringa Rexhepi, këngëtare mjaft e njohur por edhe e dashur. Producenti dhe regjizori ishte Fetah Ahmed, përgjegjës për filmin dhe për media, por gjithë dokumentimi fotografik i mbrojtjes u realizua nga Flamur Iliazi. Sigurisht 25 është shumë më tepër se një event, është një shembull konkret i asaj që mund të arrihet, ku vizioni i Arta Rexhepit bashkohet artit, komunikimit, profesionalizmit, dhe sigurisht që ishte një punë në ekip me mjaft përkushtim. Sot mendoj që të shikosh pas 25 vjet është disa prej atyre refugjatëve që rikthehen jo si njerëz që kërkojnë ndihmë, por si profesionistë, lider dhe kontribues të shoqërisë kanadeze. Historitë e tyre nderoheshin përpara parlamentit të Kanadas, unë mendoj që ishte mjaft domethënëse. Me sa dje të janë përmend historia e refugjatëve të luftës të Kosovës të shkruar nga Arta Rexhepi deri në parlamentin që ka shkuar. Si ka shkuar ajo pjesë në parlament? Sa e kanë mirëpritur kanadezët? Në një mbrëmje të mbushur me emocion, dinjitet, por dhe krenari kombëtare, ne patëm fatin që Parlamenti i Kanadas do të shndërrohej në një skenë ku ndërruan 25 histori të jashtëzakonshme të komunitetit shqiptar në diasporë. Eventi, si iniciativë The Artiste Foundation në bashkëpunim me deputetin Karl Sibek, solli në vëmendje rrugtimet e individëve që refugjat u kthyen në kontribues të rëndësishëm në shoqërinë kanadeze dhe sigurisht që në audiencën elitare tonën që patëm në eventin e muajit mars, ishte një domethënie mjaft e madhe dinjiteti por dhe krenarie kombëtare. Gjithashtu më lejoni që t'ju them 25 emrat e personaliteteve, historitë të cilëve mishërojnë forcë, sakrificë, profesionalizëm por edhe leadership. Arnisa Morina, e cila është një emër mjaft i njohur i drejtësisë kanadeze, Arbnor Krasniqi, Belinda Lahu, Remzi Cey, Elbonita McNally, kemi Shani Fnishin, njëri i njohur i medias si raportimit, i cili ka qenë pjesë e këtij eventi, Xhemail Rexha, Dani Brajshori, Dardan Kelmendi, Dr. Hylkie Ymeri, Dr. Ryve Loshaj, kemi profesione mjaft mirë në mes, Enisa Hyseni, Leonora Abdullahu, familja Gjekaj, 2 emrat e Florit dhe Arbor Gjekaj janë emra mjaft dashur për komunitetin shqiptar në Kanada, Lirim Hajrullahu, Qëndresa Sahiti, Shpresa Loshaj, Gjeneta Mehmeti, Venera Loshaj, Venesa Sulimani, është nga zërat më të fortë në botë për të mbrojtjen e drejtave të njerëzit, por edhe traumës njerëzore. Historia e saj personale është kthyer në një mision global për ndërgjegjësimin, por edhe për ndryshimin. Është gjithashtu ka Drusha Kolçi, ndërsa doktor Agrona Liaj, i nderuar pas vdekjes, mbetet një figurë që lidh 2 botë, atë të luftës dhe të shërbimit në Kanada. Kontributi i tij si mjek, por edhe si dëshmitar të vërtetës historike, vendos atë në një moment të veçantë në memorien kolektive. Ai është ndarë nga jeta vitin e kaluar dhe në in memoriam ne e përkujtuam në nderim të tij në Parlamentin e Kanadas. Cilat janë projektet së ardhshme për Fondacionin Artiste? Ideja është The Artiste Foundation të dalë jashtë kufive të komunitetit shqiptar. Na duhet më shumë partneritet me institucionet kanadeze, me galeri, me festivale, me universitete dhe media dhe ne jemi gjithkohë në kërkim të tyre. Puna ime dhe gjithë bordit me The Artiste Foundation ka bindur se arti mund të jetë një instrument i fuqishëm komunikimi. Në fakt, fokusi i The Artiste Foundation nuk është thjesht organizimi i eventeve. Synimi ynë është krijojmë një hapësirë të shëndrueshme, le të themi, ku arti, por dhe storytelling shërbejnë si mjete për të dhënë zë jo vetëm grave, por edhe për të ndryshuar narrativa dhe në një perspektivë pak më të gjerë edhe për të nxitur dhe ndryshime në politika. Sot për sot, The Artiste Foundation po zhvillon Her Story Fellowship, është një program mentorimi që u krijon grave, emigrante, por dhe atyre refugjave, nga komunitete dhe vende të ndryshme, mundësinë për të hyrë në botën e filmit, por edhe të artit. Programi po zhvillohet në bashkëpunim me një studio filmike kanadeze dhe në mbështetje nga pala kanadeze. Këtë vjesht, disa gra të përzgjedhura nga komunitete të ndryshme do të kenë mundësinë të marrin pjesë në një program mentorimi në film. Paralelisht po zhvillohet edhe një fushat Her Story, një platformë ku gratë mund të tregojnë historitë e tyre dhe të kenë një hapësirë të sigurt për të dëgjuar.
Puna në fakt e The Artist Foundation nuk është e përqendruar vetëm në komunitetin shqiptar. Ne jemi gjithashtu të mirëpresim gra nga të gjitha komunitetet. Për shembull, u kemi drejtuar një ftesë publike grave afgane që të ndajnë, nëse dëshirojnë edhe mund të ruajnë anonimatin, historitë dhe përvojat e tyre në një kohë që shënon 5 vjet në regjimin Taliban. Pra në thelb, qëllimi është që përmes artit dhe rrëfimit t'u japim grave gjinis tonë një platformë për të shprehur dhe për të dëgjuar dhe për ta kthyer përvojën personale në një zë që mund ndikojë edhe në mënyrën se si shoqëria i kupton këtë histori. Ky është pak a shumë drejtimi i The Artist Foundation, e cila poziron punën e saj çdo sezon më shumë. Çfarë do të thotë për ju Albanian Montreal Press? Në fakt, kjo mbeti dashuria ime e parë. Albanian Montreal Press është projekti me cilën nuk kam një lidhje mjaft veçantë, sepse prej vitesh kemi dokumentuar jetën e komunitetit shqiptar në Montreal, por edhe më gjerë. Dhe për mua sigurisht nuk mbetet vetëm një portal komunitar, është një platformë komunikimi, një arkiv i historive të diasporës dhe një mënyrë për të dhënë zë njerëzve, iniciativave dhe arritjeve që ndoshta nuk do të kishin pasur hapësirën e merituar në media tradicionale, dhe për këtë shërbeu një media komunitare siç është Albanian Montreal Press. Dhe sigurisht që ngelet një përgjegjësi, sepse mënyra se si e prezantojmë komunitetin ton do të jetë pjesë e kujtesës që do të lëmë nesër brezave të tjerë. Dhe për mua kjo ka qenë mjaft e rëndësishme. Ju kemi parë në Shqipëri me disa momente shumë të vështira duke prezantuar tek popullata jonë shqiptare. Konflikte që kanë shkuar gjatë këtyne muajve, dhe me të vërtet kur ju pashën në ato prezentime tash, o zot, çka po ndodh atje. Kështu si e përshkruani atë atje? Në fakt, sigurisht ajo që ne shohim nëpërmjet rrjeteve sociale, për ata që janë të lidhur në Shqipëri dhe e ndjekin aktualitetin, se sigurisht që unë jam përveç angazhimit qytetar, besoj se është vlerë të jesh edhe pranë njerëzve dhe çështjeve që i prekin ata drejt për drejt. Edhe këtë kam ndier gjatë protestave qytetare në Shqipëri, të cilat pata mundësinë të mbuloja mediatikisht edhe nga terreni. Sigurisht që për mua ishte e rëndësishme të shija ato jo vetëm si një ngjarje për të raportuar, por edhe si një moment qytetar që fliste për lirinë, për ndërgjegjësimin dhe për nevojën që zëri i njerëzve duhet dëgjohet. Në të njëjtën kohë, angazhimi im nuk mbeti vetëm në rolin e gazetares. Në Montreal kam qenë aktive në Bashkimin e Shqiptarëve të Diasporës, në takimet e përjavshme të solidaritetit, ku çdo të diel në mbështetje të protestës qytetare në Shqipëri, komuniteti shqiptaro-kanadez në Montreal mblidhet në suport protestës civile. Sigurisht që për mua është mjaft domethënë se të shihë shqiptarët mijëra kilometra larg vendit të tyre që vazhdojnë të ndihen të lidhur me ato që ndodh në atë. Dhe sigurisht që kjo është një pikë takimi ku gazetaria dhe aktivizmi qytetar, por gjithmonë për të ruajtur përgjegjësinë që kërkon secili rol. Sigurisht që le të themi si gazetare, detyra ime është të dokumentoj, të informoj dhe të jap hapësirë fakteve dhe zërave të njerëzve, por si qytetare kam të drejtë dhe përgjegjësinë të mbështes parimet në të cilat besoj. Sigurisht që ngjarjet në Tiranë, në Shqipëri janë të zhumshme, ka qenë një verë nxehtë, por shqiptarët nuk janë tërhequr, është moment simi, është moment reflektimi, është moment solidarizimi, ndërgjegjësimi dhe gjithë neve jemi në kërkim të ndryshimeve që besoj që fjala revolucion ne po e prekim, po e shohim dhe po e ndjejmë nga afër, ka një vlerë të jashtëzakonshme. Unë jam në suport të tyre jo vetëm nëpërmjet komunitetit shqiptaro-kanadez në Montreal, por edhe të gjithë ngjarjes që kam ndjekur në 5 javët e mia në Shqipëri, nga terreni, intervistat, pankartat, thirrjet, oraret e të zgjatura të protestës, e gjithçka tjetër ishte një vibrim i madh emocional, jo vetëm personal, por madje që ka zgjuar një komp çimina. Dhe sigurisht që kjo jehon që i bëhet e diasporës shumë breslënse. Çfarë ju motivon të punoni për komunitetin shqiptar? Ajo që më motivon, sigurisht që është bindja se media dhe angazhimi kanë vlerë. Shiko, ne jemi një komunitet që nuk njihet në Kanada vetëm për numrin e shqiptarëve që jetojnë këtu, por për peshën dhe kontributin tonë.
Sigurisht ka ngjarje, aktivitete të cilat të bëjnë të rikthehesh, vendosh, të reflektosh, siç është ngjarja në Parlamentin e Kanadas me The Artist Foundation, është një shembull mjaft domethënës. Ne kemi mjaft iniciativa që të hymë në institucionet kanadeze me profesionalizëm, me histori të dokumentuara, me art, kulturë, ekspertizë dhe njerëz që kanë diçka dhe gjithçka për të kontribuar. Sigurisht që kjo më motivon të punoj me shqiptarët nëpërmjet Albania Montreal Press, nëpërmjet The Artist Foundation, nëpërmjet gjithë kontakteve dhe komunikimit që unë kam me komunitetin shqiptar të përqendruar këtu. Mendoj që jemi mjaft produktiv. Dhe si e tillë ja vlen që t'japësh shehon zërit të shqiptarëve. Kemi profesione të larmishme, kemi njerëzit të mrekullueshme, kemi gra të përkryera, kemi familje të vjetra të cilët angazhohen në ngjarje të reja, e gjithçka tjetër ja vlen. Është si një thirrje e brendshme që do më vite mjaft keq nëse gjitha këto do të mbeteshin në takime kafenesh, por që të mos dokumentoheshin në mediat lokale, kombëtare, por edhe ndërkombëtare, do më vite keq. Ne kemi këtë fat dhe ta shfrytëzojmë. Cili ka qenë suksesi juaj më i madh deri më tani? Sigurisht që puna ime e lidhur me komunikimin dhe së pari me Albania Montreal Press ka qenë një mundësi poltroni, le të themi që unë të hidhem nga komuniteti drejt ngjarjeve të mëdha. Do të cilë në vëmendje ndoshta 5 vjetorin në Albania Montreal Press, e cila bëri bashkë mjaft shqiptar të gjithë Kanadas, atyre që erdhën nga Toronto, por dhe atyre nga Montreali. Ngjarje e rëndësishme që nuk mbetet sukses personali imi, por një bordi të tërë sigurisht që është promovimi The Artist Foundation edhe në Toronto, në konsulatën e Republikës Kosovës në Toronto, por edhe Parlamenti i Kanadas sigurisht në Ottawa ishte një ngjarje jashtëzakonshme, e cila mori sigurisht për masa jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Unë mendoj që në këtë raport të ngushtë me institucionet, me media lokale, me shqiptarët, me komunitetin, por edhe raportimi nga terreni i protestës civile qytetare që vendohet në Tiranë, mbetej ngjarje madhore të gjithë karrierës sime, le të themi, të punës në diasporë, por mendoj që do të ketë akoma më tepër ngjarje të mëdha që nuk do të mbeten, mendoj, suksesi imi personal, por i një pune të bërë në grup. Dhe kur të bëhen, do t'ju njoftoj. Bordi i The Artist Foundation sigurisht që përbëhet vetëm nga vajza dhe gra shqiptare të lindura në Kanada ose të ardhura që fëmijë. Në iniciativën tonë sigurisht që ne presim që të zgjerohemi në histori, të zgjerohemi në bord, të zgjerohemi edhe në tematika. E kuptoj që ftesat e her pas hershme në komunitetet e tjera na bën neve që të angazhohemi dhe të ngranojmë më tepër. Ka strategji patjetër marketimi, arti, por edhe filmimi që neve të bëhemi, që ne The Artist Foundation ta bëjmë pjesë të historive dhe grave të huaja. Unë mendoj që shtatori dhe vjeshta do të sjell ngjarje të reja për The Artist Foundation. Ne jemi në proces pune, le të themi, dhe zhvillimi të disa projekteve që po merremi tani në zhvillim. Sigurisht që do të marrin zë në vjesht. Dhe mendoj që do të jetë një, le të themi, sezon i artë për The Artist Foundation, se si ne kemi rekrutuar historitë të reja, ngjarje të reja, por edhe emra të rinj. Në mbetet për të parë dhe just stay tuned. Ndihmoni vendet tona, trojet tona? Sigurisht që neve jemi shumë afër ngjarjeve, aktualitetit, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të Republikës Kosovës. Neve mundohemi që të bëjmë një paralelizëm të ngjarjeve dhe të atyre që ne themi për çfarë ata mund të kenë nevojë për ne. Sigurisht duke qenë The Artist Foundation një platformë që ne mbledhim histori, në tjetër kohë ne jemi edhe në përpjekje për të ndryshuar llojin e formës që neve duhet t'japim kontributin tonë në të dyja vendet, në të dyja republikat, edhe atë të Shqipërisë, por edhe të Kosovës. Sigurisht që ne jemi ende në disa bisedime, konkretizimin e cilave do ta presim në muajt e ardhshëm. Sigurisht që mbetet për tu marrë në vlerësim dhe në konsideratë dhe pjesa e ndihmës, cilët neve nuk do ta lëmë mbrapa, patjetër. A keni mbështetje të mëdha nga shqiptaro-kanadezët e juaj që jeni goxha shqiptar, një numër i madh në Montreal?
Komuniteti shqiptaro-kanadez i fokusuar në Montreal ose edhe në provincat e tjera sigurisht që nuk kanë qëndruar heshtur në raport me zhvillimin e The Artiste Foundation. Ata kanë dhënë kontributin e tyre patjetër për rritjen e cilësisë, le të themi, në të gjitha dimensionet e fondacionit. Sigurisht që neve kemi bujarinë, kemi një ndër vlerat tona më të mëdha si komunitet, dhe kështu që për cilën do iniciativë ato kanë qenë aty. E kanë treguar në shumë forma, në shumë mënyra dhe patjetër që për shembull në aktivitetin e parlamentit të Ottawas, shqiptarët kanë qenë aty në shumë forma, si donator, si mbështetës, si audiencë, si organizator. Kanë qenë në forma nga më të ndryshme dhe është mjaft impresionuese mënyra se sa shpejt ato afrohen për t'i dhënë zë një iniciativë aq më tepër kur vjen nga një grua ose nga një bord i grash. Mbetet pak më delikate në thelbin e saj, por ata janë gjithmonë aty dhe ne jemi vërtet falenderuese dhe mirënjohëse atyre. Sa herë vizitoni vendlindjen? Shqipëria sigurisht për shkak distancave, por edhe impenjimeve të punëve të përditshme në Kanada, unë vizitoj të paktën një herë në 2 vjet, ose varet në varësi të ngjarjeve që mund të kemi atje. Këtë vit sigurisht unë pata fatin edhe shansin të shoh nga afër gjitha zhvillimet që atje ndodhen. Shqipëria mbetet një tur avrapi joni për çdo sezon veror, mendoj unë, por është ne kemi një mall që sigurisht do të jetë në limitet e brengës, asnjëherë nuk do të ngopemi për sa herë neve do të vrapojmë, të shkojmë atje për të ndarë. Dua t'ju pyes për fond, nëse kam anashkalu diçka që keni nevojë të flisni, me të vërtetë është kënaqësia ime t'ju ndëgjoj se ja vlen të ndëgjojsh njerëz që punojnë atë shumë. Ne jemi një komunitet që nuk njihet në Kanada vetëm për numrin e shqiptarëve që jetojnë këtu, por edhe për peshën dhe kontributin e tyre. Sigurisht që kemi ngjarje madhore siç ishte ai në Parlamentin e Kanadas, në gjithashtu kemi gra të cilat po kandidojnë dhe kanë hedhur kandidaturën e tyre në zgjedhjet lokale të muajit tetor, dhe sigurisht ka mjaft ngjarje që bëjnë bashkë shqiptarët të dyja gjenive, të gjitha moshave, të gjitha profileve. Dhe sigurisht që gjitha këto janë një shembull mjaft domethënës. Ne duhet kemi mjaft iniciativa të tilla. Dhe gjithashtu duhet të kemi në, le të themi, egon ton që të hyjmë në institucionet kanadeze me profesionalizëm, me histori të dokumentuara, me ekspertizë, por dhe njerëz që kanë diçka për të kontribuar. Do doja të thoya diçka shumë të thjeshtë, të shohim suksesin e njëri tjetrit si një vlerë për të gjithë ne. Montreali dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë përqendruar në provincat e tjera të Kanadas, ne jemi një komunitet me shumë potencial. Ne duhet të komunikojmë më shumë me njëri tjetrin për të bashkëpunuar, për të mbështetur profesionistët, artistët, të rinjt dhe mbi të gjitha të mos kemi frikë të çojmë historinë shqiptare përtej komunitetit tonë, sepse përfaqësimi më i mirë nuk është vetëm të tregojmë se pse jemi këtu, por të tregojmë se çfarë sjellim ne për shoqërinë kanadeze. Atëherë për fund dua t'ju falenderoj jashtëmase, ishte kënaqësia ime që me të vërtet po prezantohen pjesëtarët e artit dhe njerëzit që punojnë jashtëmase. Një mbrëmje të mirë dhe kalofshi sa më bukur. Faleminderit shumë. Gjithashtu, unë ju falenderoj për kohën edhe për dedikimin që ju dha The Artiste Foundation Albania Montreal, pres por edhe për shqiptarët e Kanadas. Ju uroj gjithashtu edhe juve suksese në rrugtimin tuaj mediatik dhe shpresoj të takohemi sërish në ngjarje të reja që fondacioni, shqiptarët, media, por edhe aktualiteti shqiptar do të sjellë më afër për të ndarë me ju. Natë mirë. Të nderuar shikues dhe dëgjues, është kënaqësia jonë që të prezantojmë pjesëtarë të artit. Mos harroni të na ndiqni në kanalin 39 TV Alb, Dimi TV në kanalin 249. Mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV.